Me lajfitin e tij të radhës, Merobaze, i cili duket se i ka të rënda simptomat e pleqërisë, megjithëse është më i ri, duket më keq se sa doktori që e ka idhullin e tij shpirtëror dhe fiksimin e jetës, dhe tani së bashku ndajnë të njëjtat qëllim në jetë, luftë ndaj prokurorëve të Spakut që kanë arrestuar Erion Veliajin. Në përhumbjen e tij të radhës, Merobaze ka shkruar se për të gjithë ata që e mbajnë mend arsyetimi pse Erion Veliaj duhet të mbajë në burg para 13 muajsh, nuk ishte më akuza që po ngrihej për korrupsion, por se ai ishte sjell keq në qeli, kishte folur në telefon me familjar dhe kishte sharë Ulsion, si dhe kishte pyetur gruan dhe vëllain se çfarë shkruajnë gazetat. Pastaj me makineritë e baltës dhe propagandës, prokurori i çështjes në disa portale fundërimash futi plot gënjeshtra për të argumentuar se sjellja e keqe në qeli ishte argument për mos zëvendësim të masës së arrestit. Ulsi ushtoi dhe policë në sallë operacioni se mos vriste mjekët Veliaj. E gjitha çka thot është një mashtrim, është një gënjeshtër, një mashtrim me pagesë sepse Merobaze paguhet nga vëllai i Erion Veliajit nga bizneset që kanë përfituar koncesionet e qeverisë. Merobaze ka qenë njeriu i Sali Berishës, poshtë tavolinës së tij, njeriu që shelbte erë në korridoret e PD-s, por tani është kthyer në mbrojtësin publik të Erion Veliajit dhe fatin e kryetarit të Bashkisë së Tiranës e din të gjithë. Mjafton ta mbrojnë Mero, Carlo dhe portalet e llumit të pushtetit që kanë frikë të dalin zot atyre që thon dhe Erioni vazhdon bën burgun, kuptohet dhe me kontributin e pandalshëm të ndonjë të pandeurit tjetër që e ka avokat mbrojtës. Në shkrimin e tij, Mero na thot se Erioni nuk është në burg prej 15 muajsh se ka akuzë për korrupsion, por se është sjell keq dhe ka folur me familjar dhe se ka sharë Ulsion dhe ka pyetur gruan dhe vëllain se çfarë kishin shkruar gazetat. Në fakt, ky është një mashtrim. Erion Veliaj është arrestuar në shkurt të vitit 2025 pas një hetimi disa mujor dhe i është provuar prishja e provave. Pra në momentet që po kryeshin hetimet, kryetari i Bashkisë së Tiranës po prishte provat. Së dyti, Erion Veliaj është akuzuar për 9 raste korrupsioni aktiv dhe pasiv me subjekte private. Erion Veliaj është akuzuar për shpërdorimin e detyrës, i provuar me një vendim gjykate e bërë nga studio ligjore që e mbronte në fillim, nga studio ligjore bashkëshorte së kreu të magjistraturës, ish prokurorit të përgjithshëm Arben Rakipit për një rrugë të ndërtuar që të çonte në pronën e Ajola Xoxës, provuar kjo nga një kushuri i saj i cili e kishte bler këtë pasuri me paratë që mbante në këllëfët e Jasikut dhe shëtiste në Tiranë gjatë kohës së tërmetit. Merobaze mashtron kur thotë se Erion Veliaj nuk është në burg me akuzën për korrupsion. E ka 9 herë akuzën për korrupsion. Gjithashtu ka një dosje tjetër për të cilën po hetohet Erion Veliaj. Është ajo e të vëllait, e parave që ka përfituar ai dhe bizneset që ai shpërndan reklama, të cilët kanë marrë tendera në Bashkinë e Tiranës dhe këto ne i kemi shkruar dhe Spakut, nuk ka nevojë të shkoj shumë thellë. Erion Veliaj është në burg, thot Mero, se është sjell keq në qeli. As pak, nuk është e vërtet. Përgjimet nuk tregojnë se është sjell keq në qeli apo se fliste dhe pyese vëllain se çfarë thonin gazetat. Jo, Erion Veliaj nga qelia thot ti luten Ulsiu të mos e çojnë në Alcatraz, siç e quan burgun 313, pa kërkon benefite, të flitet me Meron, Carlon, të bëhen emisione, të sulmohet prokurori sepse i ka kërkuar 2 milion euro që ta liroj. Kjo është regjistruar, provuar e zbardhur. Më pas mediat filluan të shkruanin kundër Ols Dados, kundër Engert Pëllumbit, kundër Erjon Banet dhe kundër Altin Dumanit. Për këtë të fundit ja kanë lënë më shumë Sali Berishës se sa Meros dhe të mirëve të tjerë që i shkoi nga pas një njeriu me 9 akuza për korrupsion, i akuzuar për shpërdorim detyre, për pastrim të produkteve të veprës penale, për fshehje të pasurisë dhe futjen e sendeve të ndaluara në qeli, plot 13 akuza për 5 vepra të rënda penale. Më pas thuhet se ka qenë makineria e propagandës, prokurori, portalet me gënjeshtra, se ishte ky argumenti mos zëvendësimit të masës së arrestit. Në fakt kontribuesit kryesor të faktit që zdromsi rri në burg janë Merot dhe mjerot e tij.